Zoti Arlind, a mund të më japësh një pasqyrë ç'është mendimi tënd për këto zgjedhje që kaluam? Tani unë, enkas nuk jam shprehur deri më sot. Paradoksi është që këto ditë kanë pas shumë ftesa televizive, si asnjëherë më parë. Se zgjedhjet kaluam, kështu që iku rrezikshëm. Rreziku mbaroi dhe ti. Edhe në fakt jo, po është dhe interesante këshëria kur shef që s'ke fituar aq shumë. Edhe duan tash të vënë cepë dhe thënë s'do thuash ti. Jo, edhe s'ka rrezik. Më kanë ftuar. Se perverse televizion, edhe nga ata që ishin harruar prej muajsh tër, pa më marr, më jep një qendrim, më jep gjithçka, dhe unë gjithmonë i thoja që prisni, do mbaroj procesi i numërimit votave, do mbajmë një konferencë për media, do japim një qendrim publik dhe pastaj sigurisht mund dalim edhe në media. Dhe sigurisht kjo lidhet edhe me faktin që tani për tani, në këto momente që unë do flas, mendimi im nuk do ketë njëjtin efekt që ndodh përpara zgjedhjeve. Ky rezultat, me thënë drejtë, mua më ka habitur. Nuk e kam pritur që Partia Socialiste të merrte kaq shumë deputet. Unë e di që në vendin ton ka marrë ferra uratën, në shumë kuptime të fjalës, korrupsion, kapje shteti, presione, blerje votash, apo çfarë duash ti. Po prapë se kam besuar që zullumi nuk mund të arrijë deri në atë pikë sa një parti në pushtet, mas 12 vitesh qeverisjeje, ku çdo vit është më i keq se viti para rendës, të thelloj rezultatin e vet. Për lëvizjen bashkë që unë kryesoj, ky është rezultati minimal që ne prisnim. Domethënë, po të pyesje mua para zgjedhjeve, do thosha që minimumi që ne mund të arrijmë këto zgjedhje është që të zgjedhim një deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Ja kemi arritur këtij objektivi minimal, doni më shumë, pa diskutim, meritonim akoma dhe më shumë, patjetër. Mirë po në kushtet e një gare thellësisht pabarabartë me të gjithë, pothuajse, jo vetëm me PS-n dhe me PD-n. Një garë ku ne sigurisht nuk financohemi nga oligarkët, nuk marrim paras nga shteti, nuk kemi gangster, shumica dërmuese e mediave na bojkotojnë dhe bëjmë fushatën me biçikletë në këmbë dhe me autobus. Ky rezultat është prapë se prapë një shenjë mjaft e rëndësishme se mund bëhet politikë komplet ndryshe nga ç'është bërë 30 vite në Shqipëri, dhe kjo politikë komplet ndryshe e sjell një rezultat institucional. Pra arrim që 24.000 votues, sepse dua ta korrigjoj Sebastianin, sepse ai ishte referuar vetëm votave që janë hedhur në Shqipëri. Bashkë me votat e diasporës, rezultati ndryshon për gjitha partitë dhe Lëvizja Bashkë ka arritur pothuajse pragun e 24.000 votave. Dhe sigurisht vazhdon numërimi i votave të diasporës. Unë mendoj që në këto kushte kemi marrë një rezultat dinjitoz. Gjithsesi pyetja shtrohet. Përse kemi një thellim të numrit të deputetëve për Partinë Socialiste dhe për Edi Ramën? E para, dhe u besoj që këtu është kollaj të biesh në një mendje, kjo është një parti që i ka të gjitha pushtetet. I ka të gjitha pushtetet në një vend ku ndarja dhe drejtpeshimi pushteteve në rastin më të mirë është të jeti brisht. Në rastin më të mirë. E në rastin më të keq, zërëse se ekziston fare. Pra, të kesh pushtetin ekzekutiv, legjislativ, kombëtar, lokal, në një vend ku pushteti ushtrohet në mënyrën më të mbrapsht të mundshme, të siguron një avantazh më të madh se sa dizavantazhi që prodhon pakënaqësia shoqërore. Nga ana tjetër, është një parti që ka mbështetjen kryesore të oligarkisë ekonomike, ka shumë para, mirë po nga ana tjetër ka ditur edhe të luaj nga pikpamja strategjike. Dhe këtë nuk kemi pse ta mohojmë. Edi Rama ka qenë i suksesshëm në këto zgjedhje që të rikrijojë gogolin, bufin ta quajmë, të Sali Berishës. Se po mendoja sot, është hera e parë mbas vitit 2013 që Edi Rama ka sërish përballë Sali Berishën, drejt për drejt. Se ka pasur as në 2017-ën, Lulzim Bashën, as në 2021-shin, prapë Lulzim Bashën, madje as tamam dhe në 2023-shin. Në 2023-shin Lulzim Basha kishte vulën dhe siglën e partisë, ndërkohë që Berisha hynte si outsider me një koalicion. Dhe ja ka dalë për muaj të tërë që ata qytetarë shqiptarë thellësisht pakënaqur me qeverinë, që dikur kanë votuar Partinë Socialiste, ti bind se ekziston një rrezik imagjinar se Sali Berisha do të vinë pushtet dhe kësaj dhe ka shtrënguar radhën.
Po ashtu, partia në pushtet ka një avantazh në raport me partitë e tjera. Se unë i kam ndjekur debatet për listat e mbyllur apo të hapura të partive. Edi Rama, duke qenë pushtet, ka pas privilegjin të hedhë në garë të hapur personat më të fortë brenda partisë vet. Jo më të fortë në kuptimin parimore, intelektuale, pata kafshët e votave. Në çdo pikë. Njerëz të hurit e të litarit, maskarent, ata që prodhojnë vota për veten e tyre. Pra ka pas komoditetin, duke pasi pushtet shumë të madh, të thot këtyre, çfarë këta rakipët e ky Dajti, se më hiku emri, Qefalia, Erion Braçe, ministrit Brëndës, Lendit, Gonxhe, se kështu. Do të thënë këta hujtë e vjetër e trinj politikës, këta që të kafshojnë edhe në qafë, po nuk edhe votën, lere më të tjera, ti hidhte te lista e hapur e ti thoshtë tani vlezër hauni me njëri tjetrin, futjen edhe me grushta njëri tjetrin siç bën diku aty në një qendër numërimi, sepse ju duke shqyrë njëri tjetrin do gjeneroni vota për partinë. Asnjë parti tjetër nuk e ka pas këtë komoditet që ta bëj këtë punë dhe kjo besoj unë i ka sjell një avantazh tjetër Edi Ramës. Por gjithsesi avantazhi më i madh i tij ka qenë se ka krijuar perceptimin në shoqëri, një pjesë konsiderueshme e shoqërisë, jo tek gjithë, sepse vërtet ajo që partitë e reja për shembull në Shqipëri kanë marrë sot një rezultat, po ti mbledhësh që s'ka ekzistuar më parë në termat përqindjes. Kjo tregon që një 10 më shumë përqindës i shoqërisë shqiptare ka votuar kërkon ndryshim, dhe është hera e parë që në këto zgjedhje ndodh diçka në historinë e pluralizmit shqiptar, ndodh diçka e tillë. Po gjithsesi ka arritur të krijojë te pjesa tjetër e shoqërisë shqiptare një ndjenjë të thellë, shumë se 10%. Sa i bie eksakt? Po në Tiranë më shumë se 10%, në Shqipëri jam i sigurt. 80% ishin partitë e reja të gjitha. Në Shqipëri është më pak, mos gaboj. Jo, 10 po ishin. Po të futesh 3 partitë të reja, se po i futet gjitha, të futet Tomdoshit thua ti tani. Jo, përveç Tomdoshit dhe PDSPS-s, gjithë tjerat kanë qenë 10%, 80, ndoshta. Okej, ndoshta. Në Tiranë më shumë, në Tiranë sigurisht. Unë mendoj që janë më shumë ata që duan ndryshim, se unë mendoj që edhe ata që duan të dalë edhe te kjo. Edi Rama ja ka dalë që një pjesë e shoqërisë shqiptare ta bëj thellësisht pesimiste dhe i thotë që në fund fare ju keni vetëm dy alternativa. Pavarësisht simpatisë, dashamirësisë, përshëndetjes në rrugë, ju keni vetëm dy alternativa. Të keqen dhe të keqen. Dhe midis këtyre dy këqijave, thirrni historisë tuaj familjare, thirrni nostalgjisë tuaj, edhe zgjidhni atë të keqe ju duket çik më pak e keqe se tjetra. Unë dhe ju ftoj të mbesoni për këtë gjë, dhe do marr si pikë referime rezultatin e lëvizjes bashkë. Ne folëm përpara sa kishin filluar të hapeshin kutit bashkë, ylli, edhe unë thash që jam goxha optimist dhe isha vërtet optimist, dhe arsyeja ishte që s'kisha parë kur kaq shumë solidaritet, simpati në rrugë, prej muaj të tërë. Dhe mendimi im ishte që nuk ka se si një simpati dhe solidaritet i tillë mos kthehet masivisht në vota. Është kthyer pjesërisht në vota, por nuk është kthyer masivisht në vota. Çfarë ka ndodhur? Ndoshta e njëjta gjë ka ndodhur edhe të tjerëve që kanë drejtuar parti tjera, po unë flas për përvojën time. Ajo që ka ndodhur mendoj unë është që shumë njerëz me dëshirën e mirë, me simpatinë, me mendimin që s'është keq ndryshimi, atë momentin e fundit kanë thënë jo. Se dikush më ka premtuar që do më mbajnë punë ose do më fusën punë. Dikush më ka premtuar një legalizim, një favor të vogël, një falje gjobe. Pra, një lloj, le ta themi, kalkulimi ngushtë pa e pasur në vëmendje panoramën e gjerë të asaj që do ndodhë në Shqipëri. Dhe unë kam bindjen që një pjesë e mirë e njerëzve që kanë votuar Partinë Socialiste në 11 maj, kur kanë parë rezultatin, kanë thënë kemi gabuar, kemi gabuar. Do të thënë, sikur të bëhesh zgjedhjet sot. Prap, sot. Edi Rama nuk del aq sa del. Ka një ata kanë votuar me idenë që do marri 72-73 aman sa të mos jetë Sali Berisha, ose aman sa të siguroj këtë gjëntimet vogël. Po kur kanë parë këtë mbi pushtet, që ky tani praktikisht mund të bëjë çdo gjë, me 2-3 deputetet Tomdoshit, ka në mos shumicë kushtetuese, ka mundësi ndryshoj kodin zgjedhor, të bëjë shumë gjëra tjera, shumë nga ata qytetarë që mund të kenë pas simpati para zgjedhjeve për diçka të re, por nuk kanë pas besimin e mjaftueshëm, apo shpresën e mjaftueshme që mund ndryshojnë gjërat. Tani besoj thon vetes, prit se ndoshta kemi gabuar. Dhe kjo është ndoshta ajo dritare e vogël shprese në shoqërinë e sotme. Që ai rezultat nuk është real në kuptimin e besimit. Pra nuk është se ka 83 në 140 shqiptar që thon bravo Edi Rama se e ke bërë Shqipërinë baçe me lule. Po të ishte kështu, po, do kishte vend për dëshpërim,
edhe hajde shtrihemi të gjithë barka, apo marrim rrugë të emigrimit. Po unë besoj që ajo është një vot më shumë pasiviteti, pa është një vot pa besim, pa qenë, le të themi, shumë i bindur për atë që po bën. Dhe kjo është, po them edhe një herë, ai shteg i vogël i shpresës që na bën që të mendojmë se vendi ynë mund të bëhet shumë më mirë nga ç'është sot.